meditim dhe ngritje e dashurisë për gruan shqiptare që gjithmonë ka luftuar, ka sakrifikuar dhe nuk është dukur deri tani, sepse ke kujtuar që nuk meritoj një dashuri, por ajo ka qenë një kaluar. Sot do rikthehemi dhe t'japim dashuri vetes tonë të brendshme. Sot do fillojmë të bëjmë ndalimin e dhimbjeve të brezave përpara me nesh, të ndalim dhe të heqim prangat, të lirohemi nga zinxhirët e të kaluarës, duke u shprehur tek burrat tanë, partnerët tanë, baballarët tanë, vëllezërit tanë. Mos harro se ke qenë një grua që jepte pa kufi, pa kushte, pa ndalim, dhe harrove dhe u mbite veten. Dhe atëherë të tjerët nuk të shikonin për grua, po për shërbim, sepse shpirti jot kishte harruar veten. E shikonte si komoditet, të shikonte veten. Erdhi koha që ti tani të zgjohesh nga kjo dhimbje dhe të bësh një zgjedhje të shenjtë, të kthehesh tek vetja, të ngrihesh nga roli i viktimës dhe atij që thoshe te kushdo jam këtu për gjithçka, dhe të bëhesh gruaja që zgjedh, jo që lutet të zgjidhet. Si do dalësh nga kjo rrugë? Me hapa të vegjël, por të fuqishëm. Po të them disa nga këto hapat. Në radhë të parë, shkruaj një letër vetes tënde dhe i thuaj si ndihesh. Nuk është nevoja ta lexoj një person tjetër. Mund t'ja shkruash vetes tënde dhe të shprehesh. Shkruaj gjithçka, zhgënjimin, mungesën, atë që ke dhënë e nuk e ke marrë nga asnjë mbrapsh. 2. Vendos një kufi të qartë brenda vetes. Dashuria ime është e shenjtë. Nuk do t'jepet aty ku nuk do nderohet. Kjo do të thotë ta lesh me njerë, por të ndalosh edhe dhënien automatike. 3. Fillo të japësh vetes atë që ke dashur prej partnerit tënd, bashkëshortit tënd, akoma dhe për nënës babait tënd. Fillo të japësh vetes një mesazh të bukur në mëngjes. Dëgjoje veten. Bëj një shëtitje në natyrë, një përkëdhelje. Bëje sot për veten tënde. 4. Shiko në qoftë se ke partner dhe bashkëshort, një person që nuk të ka kuptuar deri tani dhe ti ndihesh e vetmuar, ftoje në një bisedë të vërtet kur të ndihesh ti gati. Jo për t'u ankuar, por për t'u shprehur. Dhe mund t'i thuash, unë dua të ndjej se jam e rëndësishme për ty. Jo nga fjalët, por nga gjestet e tua. Kam dhënë shumë nga vetja, por tani nuk mundem të duroj më.
sepse kur mungon kujdesi, më duket si kur nuk e ndjen më dashurin time. Ndihem e vetmuar, ndihem që vetëm unë jap dhe ti jo. Dhe tani, mos haro, sepse burrat tanë në Shqipëri janë rritur me idenë se ndjenjat janë në dobësi, se ti japësh kujdesësh mënçim, ndërsa gratë, sidomos ne të Ballkanit, jemi rritur me mësimin se dashuria jepet duke harruar veten. Dhe kjo është një plagë e thellë dhe kolektive. Nuk është faji yt që të kap, sepse ti je një urë ndërmjet brezave që po përpiqet ta shërojnë në gjithë këtë. Nuk je rritur kot. E ndjej dhimbjen e brezave para teje. Por erdhi koha zemër të ndalet ky zinxhir deri këtu dhe të mos shkojmë më poshtë. Ta zbërthejmë dhe shërimi do filloj me ty. Kjo dhimbje që po ndjen tani, kjo vetmi, ky boshllëk, janë dritarje nga ku del jashtë një histori e vjetër. Mos harro se kur je i lodhur nga të jap gjithçka dhe mos marr ndjeshmëri, është shenja që shpirti yt të thotë, është koha të mos shërbesh për të fituar dashuri, por ti je dashuri, duke nderuar vendin tënde të shenjtë. Mos sakrifiko më. Dhe sot po t'i jap dhe një ushtrim të vogël për ty. Mbylli syt dhe thuaj me zë të brendshëm vetes tënde. Unë, Merita, ti thuaj emrin tënd. Jam gruaja që ndal dhimbjen e paraardhësve të mia. Unë nuk jam më viktim. Unë zgjedh të dua duke qenë e ndjerë, jo e padukshme. Dashuria që ofroj do të kthej tek unë me dinjitet. Dhe pastaj merr frymëfell e dërgoj këto fjalë në të gjitha gratë para teje. Tek mamaja jote, gjyshja jote, stërgjyshja jote dhe në tërë kolektivin, sepse të gjitha gratë në Shqipëri vuajnë dhe kanë qenë viktima dhe kanë bërë sakrifica. Po e bën për veten dhe për të gjitha ato. Ndjej dhe shikoj e ndërroj, imagjinoj për para teje dhe thuaj, jam e vogël dhe dua të ngelem e vogël. Tani këtë barë që ka marrë për sipër, ja u jap dhe fuqive të mëdha ta bëjnë dritë e lumturi. Merr frymëfell dhe liro. Dhe tani po vazhdojmë